Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Me lenin Allahu Azza wa Jall, sonte do të flas për një person shumë të rastishëm në historinë islame, një person i cili ka pas nam edhe famë edhe emër, një person i cili kalon gjurmë, një person që ka qenë shumë i dashur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, një person i cili llogaritet krahu i majt, nëse themi në këtë formë, për shkak se krahu i gjatë e dimi që ka qenë Ebu Bekri, ndërsa për krahun e majt thuhet që ka qenë Omeri radhiyallahu anhu. Normalisht që me fol për këtë temë, kjo tema është shumë e gjerë. Jeta e tij është e gjerë edhe ka nevojë me trajtu shumë ligjërata. Po unë do ta marr vetëm se një pjesë të jetës së tij, momentet e fundit të jetës së tij. Agonia e vdekjes, si ndroi jetë, kush e vrau, pse, dhe porositë e Omerit që ishin në fund, para se m'ia dhënë amanetin Allahut Azza wa Jall. Pse zgjodha që të flas për këtë temë ose për këtë personazh? Sot ne hasim shpesh herë që njerëzit i kanë disa karaktere. Një karakter e ka në xhami, e shef që është i devotshëm, falet në xhami, kur del jashtë, fillon që të merret me tregti, menjëherë të tregtia e tij të mashtron. E shef në shtëpi ka qëtër karakter, në tregti ka qëtër karakter, me shoqëri ka qëtër karakter, me biznesin e tij ka qëtër karakter, në shkollë ka qëtër karakter. Do thotë çdo herë e ndryshon karakterin e tij. Nuk është një karakter që mundesh me pa, me i besu, edhe me di se realisht kush është ai. Islami nuk e kërkon këtë. Islami kërkon për njeriu që qet njëjtë, musliman i njëjtë në gjitha fushat, gjitha sferat. Edhe pse normalisht si njerëz ne gabojmë, rrëshqasim, megjithatë nuk duhet që ti kemi disa karaktere që ndryshojmë për shkak se atëre njerëzit më nuk na besojnë. Ne kemi sot nevojë shumë për një shëmbulltyr që neve na lë gjurmë të mira, mendim të mirë, edhe na nxit për mendjekat. Shoqëria jon nuk ka shëmbulltyra shumë, ka pak. Për këtë arsye edhe njerëzit zakonisht se shëmbulltyr i marrin personat të cilët nuk kanë fe, o janë të degeneruar, o kanë probleme me moralin e tyre. Qofshin në rrafshin e sportit, apo në rrafshin e muzikës, apo në rrafshin e ndonjë lloj arti, ata janë shëmbulltyra për fëmijët tonë, e nuk janë njerëzit me shkollë, nuk janë njerëzit akademik, nuk janë njerëzit të cilët njihen për dijen e tyre ose për shpikjet e tyre. Ti e shef në rrjetet sociale se zakonisht personat të cilët merren me budallaki kanë më shumë ndjekës se sa që kanë akademikët e njerëzit e shkollës. Kjo tregon se ku jemi ne sot dhe cilin ne sot e ndjekim. Edhe fëmijët e tonë fatkeqësisht kërkojnë që qenë tillë, për shkak se atë që e ndjek, sipas atij dëshiron që të hecën ose të jetë realisht sikur se ai. E humbja e shëmbulltyrës në shoqëri është rrezik. Neve na duhet që t'i kthehemi sadopak, edhe nëse nuk kemi në realitet, që t'i kthehemi sadopak historisë. Te shikojmë këta burra që kanë qenë të mëdhenj, pse kanë qenë? Si Islami ndryshoi ata? Si kishte mundësi një Omer e shumë tjerë t'i ndryshoje brenda një note prej njerëzve që nuk njiheshin, nuk i dinte askush, që t'jenë faktor kryesor në shoqërinë ku jetonin po dhe mbar botës, edhe të lënë gjurmë deri ditën e Kiametit. Por Omerin me fol ka shumë. Thashun që ka shumë, për shkak se me të vërtet ka qenë burr i madh. Edhe ka pas një emër të madh, ka pas pushtet të madh, ka pas punë të madhe. Drejtësia e tij, fuqia e tij, pushteti i tij, dëmshmëria e tij, gjitha janë kanë ato që e kanë dallu Omerin radhiyallahu anhu. Unë për Omerin do t'i përmendi veç dy hadithe. Dy hadithe që pejgamberi i ka komentuar vet ëndra që i ka po e që e tregon realisht vlerën e Omerit. Pejgamberi tha, një natë prej natëve duke qenë në gjumë, tha e pash një ëndër. Në ëndër tha i pash disa njerëz, disa prej tyre kishin këmisha deri te gjoksi i tyre. E disa prej tyre kishin edhe më shkurtra apo diku më gjata, do thot ka qenë afër aty. Por e pash Omerin i cili e kishte një këmishë dhe këmisha e tij ishte e gjatë, e tërhiqte zvarr. E pyetën pejgamberin Allahut, i thanë ja Rasulullah, si e komenton ti këtë ëndër? Tha feja e tij.
Çfarë kupton feja e tij? Feja e tij do thotë që Omeri ka qenë i dalluar ose do të jetë i dalluar me fe. Dhe se Omeri, ajo petku i tij që ka shku zvarr, nën kupton gjurmët e tij që do t'i lëje në jetën e tij. Gjurmët e mira. Dhe se ai do të jetë i qëndrueshëm, dhe se feja e tij është stabile dhe dallon nga gjithë tjerët për sa i përket fesë së tij. E më thon pejgamberi Allahu Azza wa Jall se ti dallohesh me fe dhe dallohesh me gjurmë, nën kupton që ti me të vërtetë je një burr i madh. Me një hadith tjetër pejgamberi sa më tha, siç e transmeton Abdullah ibn Omeri, pejgamberi sa më ka thonë që unë duke qenë në gjumë, tha më dha një gotë, më dha një kup me qumsht, edhe tha fillova që ta pi. Atë shumë e pita dhe unë gopa derisa filloi që të rrjedhë qumshti nga thonjtë e mi, e pjesa tjetër që mbeti nga qumshti i ja dhashta Omerit. Omeri tha e mori dhe e piu, e i tha një Rasulullah, si e komenton ti këtë ëndër? Tha dija e tij. Kjo në kupton që dija e tij që Omeri ka dije që Allahu e frymzon me atë dije, sepse ky qumsh që piu pejgamberi po të njëjtin qumsh piu edhe Omeri radhiyallahu anhu. Kjo e tregon dijen edhe vlerën e tij që e ka pas në mendimet e tij, në përpjekjet e tij për me arritje e vërteta, dhe po ashtu gjithë ato vendime që i ka marrë Omeri kanë lënë gjurmë dhe kanë qenë përposhmëri me Islamin. Këto dy hadithe unë besoj që e përshkruajnë qartë peshën edhe vlerën e Omerit që e ka pasën në Islam. E ky person, ky burr, normalisht që fillimisht nuk ka qenë musliman. Ka qenë, do thot, i pauzuar, ka qenë i dhujtar, edhe ka qenë një njeri i thjesht, i cili ka jetuar në Mekë, te Kureshit, është njohur si njeri i rëndomt, është marrë me baktin e tij, me punët e tij të përditshme, është dofry, është arktu, ka pi alkool, mirë po, brenda një nate ka ndru Omeri. Kjo është ajo që unë po du të them, se si ka mundësi Islami të ndryshojë një njeri, perceptimin e tij, bindjen e tij. Omeri kur e pranoi Islamin, sipas transmetimeve ndryshme, sepse janë disa transmetime, sipas një transmetimi, Omeri kur e pranoi Islamin nuk e dinte askush. Shkoi e kërkoi një njeri i cili do ta përhapë lajmin e tij. E gjetën një njeri i cili në atë periudhë është njohur për poezitë e tij, edhe është njoftën për prozat edhe shkrimet e tij. Ka qenë si një lloj media në atë periudhë, si media s'ka pas, po këta persona kanë luajtur rolin e mediave. Ka qenë ky person Xhamil ibn Ma'mar el-Jumehi. Ky person njihet te poetët arab, i cili ka shkruar për dashurinë edhe shumë gjëra tjera. Shkon e takon dhe i thot atij, e kam pranu Islamin, tha, a ke dëgju? Ky nuk foli asgjë. Me njëherë shkoj pranë qabës, te ato klube që i kishin Kureshët, edhe bërtiti tha, Omeri ka dal prej fesë baballarëve tanë. Omeri tha, gënjeve. Për shkak se gjuhën arabi kanë thonë saba'a. Saba është, qëllimi është do të thotë ylli i cili nuk është prezent, po paraqitet, do të thotë deri gjë nuk ka qenë prezent, sot e ka ndryshuar gjendjen. E Omeri ka ndryshuar fen. E Omeri tha, unë e kam pranuar Islamin dhe e kam dëshmuar shahadetin dhe kam thënë që Muhamedi është i dërguar i tij. Kureshit kur e kuptuan, më njëherë u ngritën. U ngritën, e sulmuan, e rrahën, e luftuan, derisa perëndoi diku dielli. Omeri u lodh edhe ra në tokë. Edhe Omeri sillte, mirë po megjithatë ata ishin shumë, Omeri ishte një. Edhe ul, edhe kur ul në atë moment ju tha atyre, tha veproni, tha çka që bie ndërmend. Se ne jemi 300 persona musliman. Do të vijë momenti ose ne do t'ju nxjerrim prej Mekës, ose ju keni me na nxjerr neve prej Mekës. Sipas një transmetimi, Omeri tha, kur ishte ashtu në gjendje, erdhi një person edhe i tha atyre, a e dini ju se familja fisi i Omerit nuk e jep Omerin let, keni me pas të lashe. Ashtu si ishin duke qëndruar në atë moment, më njëherë u shpërndan, edhe e lan Omerin vet. Omeri e paraqiti Islamin e tij, e paraqiti burrnin e tij, ndryshoi krejtësisht jeta e tij. Ky burr që deri gjë nuk e njihte askush, filloi që ta paraqesë Islamin, imanin, edhe ta shprehej haptazi, pas një lloj frike, filloi rrugtimi i tij i ri. Ne sot i kemi 30 vite, 40 vite jetojmë me Islam. Mirë po megjithatë nuk kemi ndryshime. Omeri ndryshoi shumë shpejt.
dëshoj karakteri i tij, dëshoj sjellja e tij, dëshoj pikpamja e tij, çdo se ndryshoi tek ai. Ne sot 30-40 vite, njëjtë, as nuk e heton që a ka ndryshu, a shërritet i diçka, apo a shpaksutet i diçka. Ti je i njëjti. I njëjti njeri. Nuk mundet një musliman që të qëndrojë njëjtë. Ai o do ecë para, do kthehet pas. Abdullahi Mesuti, sipas disa transmetime edhe sahabi të tjerë, siç ka ardhur në disa hadithe, tha mes islamit ton dhe ajetit që zbriti ishin 3 vite. Dallim, distancë, cila jet? Ku Allah subhanahu tha elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka koha? Ata që i besojnë Allahut, që t'ju zbutet atyre zemra, edhe ta besojnë atë që i ka zbrit nga e vërteta, wala yakunu kalladhina utul kitabe min qabl, fatala alehimul amad, faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasikun. Ta e mos u bëni sikur se ata që më herët ju dha libri, edhe ata nuk e lexuan librin, e braktisëm, dhe pas një periudhe të gjatë zemrat e tyre u ngursuan dhe shumë prej tyre janë ata në rrugë të gabuar. Këto ishin fjalët që i trishtuan sahabët, sepse ata e dinin mirë se nëse ti nuk ndryshon për ka e mira, realisht ti je duke u kthy ka e keqa. Çfarë ndodhi me Omerin? Omeri normalisht ishte ai i cili e përkrau pejgamberin, ishte gjitha betet me ta, ishte njëri i cili ndihmoi Islamin, pejgamberi e kishte krah, Ebu Bekrin krah i djathtë, Omeri krah i majt, ose si thon shikimi, dëgjimi i pejgamberit ishin Ebu Bekri edhe Omeri. Pas vdekjes pejgamberit Ebu Bekri ishte ai i cili u hoqi musliman, pas vdekjes Ebu Bekrit vjen Omeri si kalife i muslimanëve, kalifi i dytë, i cili njihet si kalifi i drejtë. Do thot kalifat e drejtë janë Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu. Othmani jetoi 10 vite e 6 muaj e disa ditë ishte kalife, ishte 63 vjeçar kur ndërroi jetë. Pas haxhit ishte muaj Dhulhixhe. Pasi që e krye haxhin, ndodhi një çështje që nuk e pritën muslimanët. Ndodhi një ditë prej ditëve që Omeri u shpërthy ose e vran në xhami. Si ndodhi çështja e tij? Omeri kishte traditë zgjohet herë të mëngjes. Niset për në xhami, edhe shkoi në xhami, ishte natë, ishte herët mëngjes, dhe normalisht që sabajnë ata e falin herët, sikur se do përgjithësi bota islame, kur të një koha sabat më njëra, periudha është terr, nuk ka, edhe dita s'kan pas qirin do shtë ndonjë lëmbë. Omeri shkon në xhami, e kishte traditë që ata që flinin në xhami ti trazoj edhe ti thot që namazin çuna për më fal, edhe Omeri hese në për safa, i shikonte safat, i drejtonte, pasi që i drejtonte Omeri lidhej në namaz. Falej të xhamia pejgamberi sallallahu. Në ato momente Omeri merr tekbirin fillestar. Ka qenë ditë e mërkur. E merr tekbirin fillestar. Ky tekbir ka qenë tekbiri i fundit i tij. Edhe tekbiret e tona një ditë prej ditëve do qenë të fundit. Allahu e di se cili do të jetë i fundit. Ky tekbir ishte tekbiri i fundit, Omeri fillon për me lexu Kur'an. E ka pas traditë që në mëngjes ta zgjose pak më tepër namazin, ka qenë duke lexuar surën Nahl apo surën Yusuf, ka qenë pas tij disa prej sahabëve. Edhe në ato momente del një person, Ebu Lu'lu el-Mejusi, edhe e therr Omerin 3 herë me thikë. Thika e tij ka qenë elmuar, edhe i ka pas 2 tehe. E therr Omerin, Omeri ishte namaz. Njërën prej herave që e therr ishte nën kërthizën e tij, edhe filloi që gjaku del, edhe Omeri qëndroi një herë ashtu. Filloi Ebu Lu'lu el-Mejusi hike. Ndërkohë i therrë disa prej sahabëve që ishin prezent, dëshironin që ta kapin. Omeri në ato momente do thot ra. Edhe kur ra, atëre Omeri para asaj tha më vrahu qeni. Do thot e diti se dukush e therri, edhe tha më vrahu qeni, edhe në ato momente Omeri e merr Abdurrahman ibn Aufin, i cili ishte pas tij, e merr për dorë edhe e nxjerr imam. Ata që ishin përpara e pan që Omeri është therr. Ata që ishin pas nuk e dinin se çfarë ka ndodhur.
Kur e dëgjuan që zë tjetër nuk është zëri i kalifës, atëre filluan që thonë subhanallah, se dinin se çka tu ndodh. Ata mendonin që ka problem diçka namaz. Thoshin subhanallah, ndërkohë Omeri veç patra. Abdurrahman ibn Aufi e fali namazin shkurt, me 2 sure të shkurtra, që më shpejt që të kryet namazi, edhe pasi që e kryetën namazin, Omeri i thot Abdullah ibn Abbasit, i thot çu edhe shikoj se kush ka qenë ai i cili më therri. Omeri kishte një breng, se kush e ka therrat. Nuk ishte puna për diçka tjetër. Omeri kishte një breng. Mos i ka një dikujt në hak. Mos ka ndaj dikujt ndonjë borxh. Mos ka ndonjë lloj mashtrimi ose ndonjë lloj organizimi prej muslimanëve për shkak se nuk kanë qenë të kënaqur me kalifin e muslimanëve. Edhe pasi që doli Ibn Abasi, edhe e kërkoi, u kthy edhe i tha, o kalifi muslimanëve. Tha dola, tha i poshta njerëzit tha mërziteshin për ty. Edhe tha, gjithë folnin mirë për ty, qanin për ty. Tha, ai cili të ka therr ka qenë Ebu Lu'lu el-Mejusi. Tha, sklavi i Mugirës, tha po. Tha, falënderimi i takon Allahut, i cili e bëri, që mos të më therrë një njeri i cili i bien sejdë Allahut. Falënderimi i takon Allahut, i cili e bëri që vdekja ime të jetë, mos jetë në dorën atij që dëshmon shahadetin. Falënderimi i takon Allahut, i cili nuk e bëri vdekjen time që qetë një njeri i cili do të diskutojë me mua ditën e Kiametit para Allahut me fjalën la ilaha illallah. Po ky njeri ka qenë i dhujtar, ka qenë mexhus, ka qenë zjarrputist. E pse e mbyti ky njeri Omeri radhiyallahu anhu? Thuhet janë 2 versione se pse e ka mbyt ky njeri Omerin radhiyallahu anhu. Versioni i parë, Omeri me një periudhë ka ndaluar që të vinë sklever që nuk janë muslimanë që të hyjnë në Medinë. Mirë, po presioni i muslimanëve, veçanërisht tregtarëve, ka qenë i madh derisa Omeri ka lishu penj që t'i sjellin disa sklever të cilët janë mjeshtër, kanë zanat që të punojnë për ta. Një prej tyre ka qenë edhe Mughira. Mughira shkon i thot pejgamberit i thot që kam nevojë për një sklav, ai din shkrim lexim, është zrugtar edhe i di disa zanate tjera. Edhe ka nevojë që ai të vijë të ndihmojë. Edhe Omeri ja jep lejen. Në këtë rast, Omeri pasi që ja jep lejen, ai vjen punon. Një ditë prej ditëve e takon Omeri këtë punëtor, këtë gjalosh. Edhe e pyet se si shkon puna e tij, ai tregon se çka punon, sa është doktor, mirë po u ankua për padronin e tij, për tatimin që jep atij. E pyet Omeri sa ja jep? Ta 4 dirhem. Tha Omeri, çka punon? Tha jam mjeshtër, doktor edhe disa zanate tjera. Tha haraxhi jot, tatimi jot, thashtë i vogël në krahasim me punën ti shka e bën, se fitimi tha e këtë madh. Çfarë tha ky gjalosh? Ky tha drejtësia e Omerit ishte e gjerë për gjithë përveç se për meje. Omeri nuk është i drejtë me mua. Edhe thuhet që prej këtij momenti ka posur rreqe ndaj Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu paraprakisht e pat ndje vdekjen e tij. Omeri një natë për natëve ka po një ëndër. Edhe në ëndrën e tij, si thot Omeri, thot e kam po veten një natë prej natëve, sikurse një gjel vjen edhe më kafshon 3 herë. Edhe tha nuk e shoh diçka tjetër vetëm se e gjeli më është afru. Kurse thot Esma bint Umeis, kur e komentoi këtë ëndër, tha Omeri do vritet. Dhe ai i cili do ta vrasën nuk është musliman, do jetë i huaj, se ata njiheshin prej tuajve, ata sklever që ishin. Po ashtu përmendet se Omeri duke u kthy prej haxhit, se rasti ka ndodhur Dhul-Hijhe, do të pas haxhit. Thuhet që Omeri pasi që u kthye prej haxhit, e bëri një luçe dhe ju anku Allahu ta zgjat, tha o Zoti im, eshtrat e mi tha janë dobësu, pushteti im është zgjeru, njerëzit muslimanë janë shtu, edhe kam frikë që mos bin fitne, të më sprovoje dunjaja të mashtrona, apo ta humbi atë t'i baj dikujt pa drejtësi edhe t'y hin hak. Kjo ishte luçja e Omerit. Këto ishin vetëm se shenjat që tregonin se vdekja e tij më veç se është afër. Ky person Ebu Lu'lu el-Mejusi, momentin që e therr Omerin, deshi që të hike, ndërkohë sahabët i u vërsulën, i therr edhe 13 tjerë. 7 prej tyre vdiqën, 6 prej tyre mbetën gjallë, e njëri prej tyre ja hodhi një pelerin sipër atij e pa i poshtri që ka për më rëzu, e mori në fund e mbyti vetën e tij, dhe ashtu ndroi
jetë. Ebu Lu'lu al-Mejusi, që Mejusët e sodit e adhurojnë, e ngrisin me një nivel shumë të lartë, për shkak se kjo është vrasi i kalifës muslimanëve, që realisht ata nuk e duan atë. Çfarë ndodhi në ato momente? Në ato momente, Omeri radiallahu anhu, pasi që ra, e dërgoi Ibn Abbasin, si thash, ta shikoj se kush e ka vrarë. Edhe pasi që i tregoi dhe kuptoi se kush, i tha Ibn Abbasit, Ibn Abbas, ishte në gjendje të rëndë. Tha ti dhe baba jot, ose baba jot, tha, keni qenë ata që më keni nxitë më shumti për me marrë tuaj me produktën Medinës që nuk janë musliman. Edhe tash ai më therri, i tha Ibn Abbas, i tha dëshiron që ta kryjmë çështjen me gjithë ata. Tha jo, tha për shkak se çështja ka ndryshuar. Ata e kanë pranuar Islamin, tash e flasin gjuhën tuaj, edhe besojnë besimin tuaj dhe e kryjnë haxhin bashkë me juve. Nuk mundet tash asgjë me bë. Ibn Abbasi në ato momente do thot filloi që t'i flasë Omerit, edhe t'ia tregoja atij do thot vlerat e tij që i ka pas. Njerëzit filluan që të çajnë edhe ta kuptojnë do thot që Omeri është i sëmur. Edhe është i sëmurant, ishte ditë e mërkur, e çun Omerin te shtëpia. Pasi që e çun Omerin te shtëpia, Omeri ushtri, vishin njerëzit një pas një e vizitonin. Mesin e tyre do thot kishte lloj-lloj njerëzi, ishte një i ri i cili hyri, sipas disa transmetime kjo është Ibn Abbasi, edhe i tha atij që henijen leke e shehadeja emir al-mu'minin. Tha lum për ty shehidlluku, tha o emiri muslimanëve. Tha ti e shoqërove pejgamberin sem. Ti ishe ai i cili emigrove bashkë me ta. Ti luftove bashkë me ta. Ti ishe ai i cili ishe krah i Islamit edhe për krahje e Islamit. Tha në fund tha e arrite tha dëshmin. E i tha a dëshmon për këtë ti o Ibn Abbas? Tha po o emiri muslimanëve, thonë dëshmoj. Tha falënderimi i takon Allahut. Tha unë tha dua tha që dal nga kjo dunjë baras. Që mos të kam baras, do kisha pas qef që dal nga kjo dunjë baras. Që as mos jet kundër meje, as pro meje khilafeti. Njeri i cili nuk ka qenë për pushtet, i cili ka pas frikë. E tash normalisht njerëzit e tillë a shumë problem për me gjetë. Para mendohet i tash se si ka ndryshuar personaliteti i Omerit. Për një burr i cili nuk ka qenë i njohur, për një burr i cili ka qenë në përarthime, dëfrime me alkool, krejtësisht ka ndryshuar perceptimi i tij edhe jeta e tij, karakteri i tij, që ne fatkeqësisht sot nuk kemi mundësi ta lëm edhe më të voglën prej veseve tona e mos flasim për çështje të cilat do thot janë çështje do thot që nuk diskutohet. Edhe tha Omeri radiallahu anhu, sikur se ta kisha pas krejt tokën. Krejt kisha me fliju vetëm se t'jem rahat kur dal nga kjo dunjë. Njeri i cili është përgëzuar me xhenet. Po unë edhe ti sot i bëjmë disa vepra, thjeshta, të vogla, edhe krenojmë me to, edhe mendojmë bile se ne jemi prej banorëve të xhenetit dhe se ne meritojmë xhenetin e Allahut azza wa xal. Jemi ata të cilët zakonisht me padije i prishin veprat e tona. Për shkak se vetpëlqimi është një prej veprave që i shkatron veprat. Edhe njëri kur hyn veç në qejf atëre çdo kushtetet i duket i vogël, krahasim me veten e tij që ai e rrit, edhe mendon që është i madh. Për shkak disa veprave të vogla. A Omeri kush ka qenë? Omer. Edhe megjithatë ka thonë krejt e kishna flijuar. Krejt. Për shkak se e ka ditë që është e rëndë. Dhe ajo që e pret normalisht që do të jetë shumë e rëndë. Në ato momente shikon Omeri se çfarë veproi. Në ato momente Omeri kishte një frikë. Frika e tij ishte çështja se kush e vrau atë që e përmenda do thot më herët. Kjo frikë ishte që mos i ka ndukujnë hak. Mos i ka ndukujnë hak, edhe ndoshta për këtë arsye ka vrarë, që nuk i ka ditë. Ose ndoshta diçka ka vepruar që nuk ka qenë ndjeni, qëllimi i tij është vetëm të jetë musliman. Edhe kur e përgëzuan, kur i thanë që nuk ka qenë, u gëzu Omeri. Ky është gëzimi i tij. Ndërkohë një gjalosh i cili hyri brenda. Edhe ja tha disa fjalë Omerit, duke dal Omeri e nali. Shikone, moment i rënd, para se me ndru jetë, Omeri i thot atij, o ti gjalosh, o ti biri vllavi tem, tha ngrite tha pet kontan, se pet ku i shkojke zvar për toke. Tha ngrite tha pet kontan për shkak se kjo është më e pastër për rrobën tënde dhe më afër devotshmërisë për të Zotit yt. Parandoj Omeri në atë moment i thot atij, ruju, edhe kujdesu që mos të ish në gjuna Allahut azza wa xal.
Normalisht njëri në atë moment as që i shkon mendja. Po ky është Omeri. Omeri nuk kalon njëri vetëm se kur e ka po që ka bën e ka këshillu. Kjo ka qenë këshilla e tij. Pastaj vjen Aliu në mesin atyre që hyn, edhe kur hyn brenda Aliu i thot Aliu radiallahu anhu i thot fjalë të mira. Omerit radiallahu anhu i thot pasha Allahun, tha unë tha shpresoj që ti t'jesh me dy shokët e tu. Tha unë shpesher e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hyra unë, Ebu Bekri dhe Omeri. Tha dola unë, Ebu Bekri dhe Omeri. Hecëm unë, Ebu Bekri dhe Omeri. E tha kjo është ajo e cila normalisht që është e mirë, edhe është përgëzim për ty o emiri muslimanëve. Normalisht që kjo ishte e mirë, por Omeri dhe Omeri u gëzu, pastaj hyri Hafsa e bia e vet, edhe filloi që çaj. Edhe filloi mi thonë baba jam, o shoku i pejgamberit sem, o emiri muslimanëve. Omeri kur e pa që po qan, atëherë e qortoi dhe i tha për lotët e tua, atëherë kjo është e drejta jote. Mirë po për ankimin, atëherë tha nuk më me bë durim pa mos të fol. Në atë moment erdhën disa burra që të këshillohen me Omerin për çështjen e halifës, Hafsa u tërhoq me disa prej grave pas perdës ose dhomën tjetër, edhe dëgjoshin zërat e tyre duke qajt për Omerin radiallahu anhu. Ndërkohë erdhi mjeku, i cili u mundua që t'i ndihmoj, i dha me pi diçka tëmbël e cila ishte prej hurmave, megjithatë do thot e nxori jashtë, nuk kishte mundësi për me pi. Pastaj e provoi me diçka tjetër, i dha edhe qumsht, edhe atëherë do thot i rodhi prej plagëve të tij, atëherë kuptuan që më vetë se vdekja më pi afrohet Omerit radiallahu anhu. Në ato momente filluan diskutimet për kalifën e muslimanëve se kush do të jetë, e Omerin vend i pa disa porosi. Këto porosi ishin porosi të mëdha. Para asaj do ta përmendit cili ka qenë prioriteti i tij para se ndrojë jetë. Omeri ka pasur një prioritet. Siç e transmeton Amr ibn Mejmun radiallahu anhu, cili ka qenë tabiin el-mukhadram do thot tabiin i cili ka jetu, i ka pas sahabët, ka jetu në kohën e pejgamberit sa. I ka pas sahabët, nuk i ka pas pejgamberit sa. Ky tabiin thot e pash 4 ditë para se me ndrojë Omeri. Edhe u takua tha me Hudhaifet ibn al-Yaman dhe u takua poshtu edhe me Sahal ibn Hunayf. Këta dy kishte pas dërgu në Irak që tua përcaktojnë tatimin e tokave. E i tha Omeri, a i përcaktua tatimin? Than po. Tha Omeri, mos i keni ngarku njerëzit? Than o emiri muslimanëve, tha jo. Tha ua kemi dhënë tatimin aq sa kanë mundësi për me duru, për me bart ata. Edhe njeri tha, mos i keni bën tha pa drejtësi, e ti ngarkoni më tepër? Than jo. Atëherë tha Omeri, tha pashallahu, tha nëse Allah subhanahu tha më mundson, tha çka punë ta kry, vetëm gratë e veja të Irakut mos kanë nevojë për askënd pas vdekjes time. Qëllimi i tij ishte që kujdeset për gratë që ishin të veja në Irak e me atë tokë, me atë tatim, ta hekë atë brenjë, ta hekë atë gojle. Ky ishte ai njeri, i cili ta natën falej, bante dhikr, kjo ishte brenga e tij, e cilat ishin porositë e tij momentin e fundit. Porositë e tij ishin 4. Porosia e parë ishte borxhi i tij. I tha birit vet Abdullahut, tha borxhin sa e kam. I numruan që i ka 86.000 dirhem e emiri muslimanëve. 86.000 dirhem e emiri muslimanëve. Edhe i tha birit vet, tha shiko, borxhin tim, tha e lan tha familja ime. Tha nëse nuk ka mundësi që ta lash ti edhe fëmijët e mi, atëherë tha le ta lajnë fisi i tij, Beni Adi ibn Kab. Tha nëse jo, atëherë tha Kureshit. Tha nëse nuk kanë mundësi Kureshit, atëherë lënë askuj, për shkak se Kureshit ishin më të afërmit e tij. Tha më larg, tha mos shkoni. Do thotë që mos tesin më shumë që njerëzit ti ngarkojnë. Për shkak se ndoshta familja e tij ka pas mundësi ndoshta për me lëmë mbledh krejt bashk. Ama e miri muslimanëve. Brenga e tij e parë ishte do thotë borxhi i tij. Brenga e tij e dytë ishte ku do të varroset Omeri. Omeri dëshironte që të varroset pranë shokëve vet, që i ka pasën të dashurit e tij. Mirë po, si të varroset kur ata dyshin te dhoma e Aishës. E shkon i thot djalit vet. Tha shko pyete nanën e besimtarëve Aishën, a më jep leje që të më varrosni te ajo. Edhe shkon Abdullahu, edhe niset edhe shkon te Aisha, edhe hyn brenda me leje gjën Aishën tukajt. Edhe i thot, më ka dërgu
Omeri. Jo emiri muslimanëve. Omeri. Unë ka dërgu me të pyet, a më jep leje me më vorros afrat. Edhe Aisha i thot, une e kam pregadit atë vend për vetën time, për shkak se ka qenë burri i saj dhe baba i saj. Mirë po tha, une e lo. Edhe tha, e vorrosmi Omerin. Edhe kështu, kthehet Abdullahu te Omeri radiallahu anhu. Kur kthehet te Omeri, Omeri prej qefit madh, thot çomli. E çojnë edhe i thot Abdullahu, çka tha? Edhe i thot përgëzohu se pranoj. Omeri nuk besonte. Nuk besonte. Tha në fund, mas i ndroi jetë, kur ta çoni xhenozën time, tha vetëm edhe një herë. Edhe thuni, a më jep leja jo? Nëse jo, tha, çomni thate varresat e muslimanëve. Edhe Omeri radiallahu anhu ju plotsu kjo dëshirë që të vorroset bashk, do thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me Ebu Bekrin. Kjo ishte e dyta. E treta ishte çështja e khilafetit. Ishte çështja e khilafetit, çështja e madhe. Çështja që normalisht i brengoste te masë muslimant, edhe kishin breng të madhe se kush do të jetë khalife pas muslimanëve, që mos ndodhin probleme, që mos ndodhin telashe, normalisht që Omeri radiallahu anhu i porositi sahabët Aliun, Othmanin, Zuberin, Talhan, Saadin edhe Abdurrahmanin. Këto gjashtë që janë kryesorët, të cilët do të diskutojnë mes tyre se kush do të bëhet khalife, për shkak se pejgamberi ka qenë i kënaqur me ta. Për birin e vet thanë, kjo është dëshmitar, ky nuk ka drejta që të përfshihet në ka zgjedhje. Edhe tha Omeri, zgjedhni cilin ta doni, pse e preferoj Saadin. Tha nëse nuk e zgjedhni Saadin, tha Saadin, Saad ibn Abi Waqasin, tha atëherë tha do thot cili e merr, tha mos ta lej anësh, ta morë si këshilltar, për shkak se Saadi ka qenë njeri i mirë, tha edhe pse tha unë tha e kam zaventsu, e kam ndrru, tha nuk e kam ndrru për shkak të tradhtisë ose mashtrimit. Saadi ka pas pozitë madhe te Omeri radiallahu anhu. E katërta që ishte një porosi që do ta lexojmë me lejen e Allahut azza wa xal. Kjo ishte porosia për kalifin që do të vije pas tij. Kjo është do të thotë që ka Sahih Bukharin, edhe që e përmend Imam Buhariu në këtë hadith. Thot porosia e katërt, thot kalifin pas meje e porosis që të kujdeset për muhaxhirët e parë. E kishte breng ata që erdhën bashk, që emigruan në fillim të Islamit. Tha tua njoh të drejtat dhe tua ruaj shenjtërinë. Tha gjithashtu e porosis të sillet mirë me nsart, të cilët e patën përgatitur vendin Medinën për mi prit këta muhaxhir. Edhe besimin do thotë ishin përgatitur për vendin dhe për besimin para hijretit. Të i pranoj punën, t'ja pranoj punën bamirësit edhe t'ja fale gabimin keqbërësit. Ta e porosis që cilët mirë me banorët e krahinave, sepse ata janë ndihmëtarët e Islamit dhe burimi i pasurisë, si dhe armisht mlefosen nga prania e tyre, e në rast nevoje, tu merren vetëm të priset nga pasuritë e tyre me pëlqimin e tyre. Ta e porosis që cilët mirë me beduinët, sepse ata janë origjina arabëve dhe përbërësit e Islamit, tu merret pasuria mesatare, të pasurit për tyre e të jepet të varfër e të tyre. E porosis të i ketë parasysh kategori që në mbrojtjen e Allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam ta mbaj premtimin kundrejt tyre, të luftojnë në mbrojtjen e tyre dhe të mos i ngarkojnë diçka që nuk mund ta bartin. Pastaj Omeri e dha amanetin. Pasi që vdiq, tha e nxorëm prej shtëpisë edhe vazhduam rrugën, kurse Abdullah ibn Omeri i dha selam Aishës edhe i tha që Omeri ibn Khatabi kërkon leje për të hyrë, edhe pse ishte i vdekur. Tha ajo tha futeni, kështu tha e futën edhe aty e varrosën afër dy shokëve të tij. E pasi që përfundoi varrimi, edhe personat që kanë qenë propozuar për kalife, ata u tubuan. Abdurrahmani tha propozoni 3 prej jush. Zuberi tha unë e propozoj Aliun. Kurse Talha tha unë e propozoj Othmanin. Ndërsa Saad ibn Waqasi tha unë e propozoj Abdurrahman ibn Aufin. Mirë po Abdurrahmani u tërhoq. Edhe tha, cili prej ju të dyve tërhiqet nga kandidatura që ta zgjidh këtë çështje. Allahu dhe Islami janë mbikëqyrësit e tij. Ta secili le të shikojë më të mirën për vetveten. Por ata dy të propozuarit heshtën. Asnjëri do thonë nuk foli. Abdurrahmani tha, ama besoni tha mua zgjedhjen? Tha betohem në Allahun se nuk do ta anashkaloj më të mirin nga ju. Atëherë tudit thanë po. E mori njërin prej për dorë Aliun edhe i tha,
ti ke afërsi gjaku me pejgamberin e Allahut azza wa jall dhe ke vlerë në islam siç e di edhe vet. Nëse të zgjedhim, Allahun e ke mbikëqyrë se do të jesh i drejtë. E nëse e zgjedh Othmanin, do të bindesh edhe do ta respektosh. Pastaj e mori edhe qetin do thot Othmanin edhe i tha, po të njëjtat fjalë. Tha kur e mori besën nga të dy, atëherë tha shtrije dorën o Othman. Edhe kështu i dha besën, edhe Aliu i dha besën Othmanit, edhe pastaj hyn edhe ata qert që ishin në shtëpi, edhe ja dhan besën Othmanit, edhe kështu zgjedhet kalifja e muslimanëve. Ky është fundi i Omerit radhiyallahu anhu. Kështu ishte vrasja e tij, e këtij burri i cili ka qenë një burr i madh. Burr që Islami ja ndryshoi krejtësisht jetën, la gjurmë edhe na mësoi se si Islami ndryshon njeriu pikpamjen, karakterin e tij, krejtësisht që ne fatkeqësisht sot me sa duket nuk e kuptojmë mirë dhe nuk na prek Islami në zemrat tona ashtu siç duhet. Elusi Allahun që na përmirësoj dhe elusi Allahun ashtu siç na bashkoi sonnet, na bashkoi në xhenetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.